Budapest Hungaris, Gent Hyseni fitoi medaljen e argjend, derisa Ermal Ferati të bronzën. Për të biseduar për këtë sukses e kam në studio Fatmir Makollin, kryetarin e Federatës së Kickboksit të Kosovës. Faleminderit shumë që erdhën në kompas. Faleminderit, mirë se u gjeta. Sukses i mirëpritur për këtë kategori sportit, po kthehen sportistët kosovarë duke u kthyer me medaljen në vendlindje. I patëm judistet që po ashtu siguruan medaljen në kampionatin botëror judos, edhe 2 kickbokserët tanë. Po në para se mja fillu, pa keni një gabim pak se edhe një medalje është. 3 medalje janë, po. Denis Halimi, unë sforet kësha falenderu për realizimin e kësaj interviste. Dihet që na ma herët kemi marrë e cek edhe datën që kemi marrë pjesë në kupën botërore, ku besoj që ti jesh në mesin e 53 shteteve, kjo është e ka një domethënie shumë të madhe për sportin dhe për gjithësia dhe për shtetin e Kosovës. Ti janë 2600 garuz dhe të arresh edhe të kash sukses edhe të marrësh 3 medalje, besoj kjo është një sukses shumë i madh. 2600 garues kanë qenë gjithsej. Po, pranë shumë kanë qenë, më thon lirisht me thonë që ne me një olimpiadë. Për 2 ditë... Si ndonë në kategori, këta kickbokserët tana janë në një kategori të njëjtë, apo janë? Jo, këtë dihet që Federata Botërore i organizon këtë kupën botërore dhe dihet që këtë ka shumë disiplina. Po garustë tonë kanë qenë në kategori të ndryshme në disiplinën low kick, kickbox, ku për tyne Gent Hyseni e ka marrë medaljen e argjend, gjithashtu Ermal Ferati të bronzët dhe Denis Halimi të bronzët. Besoj që kjo është ka një rëndësi shumë të madhe e ceka dhe më herët që të arritsh në këtë farë konkurrencë as të madhe në kupën botërore të solisësh edhe me medale dhe ta ngrit shtetin në pjedestalin më të madh. Kjo besoj që padyshim është një sukses shumë i madh për neve dhe na gëzon fakti që na kemi kësi sportista. A ka ndodhur më herët që të ketë medaljet për kosovarët në kampionat botëror të kickboksit? Jo, në muajin maj, në mesin e muajit maj, kemi qenë edhe një kupë botërore cila është organizuar në Antalya të Turqisë, ku edhe atje pe atjeti mi kthy me 6 medalje. Besoj edhe ai ka qenë një sukses shumë i madh, se këtë dihet që Federata Botërore ja kalon emrin Kupa Botërore, se në për do federata tjera madh thojnë Grand Prix, i quajnë kështu garat, e besoj që këto janë kupa botërore, cilat shtetet më të fuqishme i organizojnë këto kupa botërore. Dhe ky sukses a vjen prej kushteve të mira që i kanë sportistët në kickbox apo prej talentit që kanë në përkushtimit individual? Kjo është besoj një punë e pandërprerme që 25 vite dhe një investim që u bë në kickbox. Dihet që na gjithmonë kena pas kickboksera dhe në sportet luftarake kena pas gjithmonë sportista të mirë. Besoj që këta tash po vinë shprehje, po vjen puna dhe po vjen pak provoja tyne që kanë bërë për arena ndërkombëtare. Dihet që Gent Hyseni ka marrë medalje edhe në Turqi. Tash e përsëritet edhe këtu në Budapest. Kjo do me thonë që këta veç kanë filluar e kanë marrë provojën dhe tash nuk kanë problem u paraqit madje se çysh është për shtetin e tonë dhe për mbrojtjet e Kosovës. Të dihet inferiore më në kampionate të tilla karshi edhe shteteve të mëdha që kanë traditë në sporte luftarake. Jo, nuk kemi çfarë me hezitu përpara, kanë pas dëshira ta mirë garus tonë kundërshtar, se kanë ditë që ende s'kan provojë kështu. Po tash po hezitojnë kur ju bjen i Kosovës, ka që hezitojnë dhe e dinë që kanë mu ballafaqu me ne kickbokserët të mirë. Kundërshtar nga Kosova. Po ta e dinë me njëre. Nuk po flas për këto vendet e regionit që i kemi këta ku ishin afër. Këta e dinë mirë çka është shqiptari dhe e dinë që shqiptari nuk është lehtë me mujt. Dhe besoj tash po vinë shprehje edhe garus tonë dhe provoja tyne dhe tash besoj që në të ardhmen do të kemi shumë emra kampionat të Evropës, të botës. Besoj unë kisha pas dëshirë që edhe kickbokserat që janë jashtë në diasporë që ushtrojnë, që dojnë me mbrojnë gjyrat e Kosovës, do të vinë, do t'i afrohen Federatës Kickboksit Kosovës dhe të mbrojnë gjyrat e shtetit tonë. A ka ndodhur që ndonjë prej kickbokserëve me prejardhje prej Kosovës të vi ta përfaqësoj Kosovën ende? Ende nuk ka pas, po ka pas të interesum. Edhe besoj tash me këto rezultatet e fundit, besoj që tash u rrit edhe interesimi edhe i të rive këtu në Kosovë për më mirë me kickbox. Se dihet se kickbox shumë tri ushtrojnë.
edhe shumë të reja ushtrojnë kickbox. Në për klubet ndryshme këtu në Prishtinë, në çdo komunë ushtrojnë kickbox, e dihet që kickboxi është një sport atraktiv dhe besoj është edhe shëndetshëm ma në fund për trupin e njeriu. Zakonisht fokusi i qytetarëve edhe fokusi në sport në Kosovë është futbolli, basketbolli, po edhe judo për shkak të medaljeve olimpike. E ka vëmendjen e duhur edhe sporti i kickboxit, edhe sa i përket investimeve të institucioneve qoftë qendrore, qoftë lokale, edhe sa i përket njerëzve që vinë për të trajnuar dhe për të marrë pjesë në gara tilla, jo veç për shëndet dhe rekreacion. Na ishëm tash në njëjtin qytet ishëm në Budapest edhe Federata e Judo dhe judistët që kanë suksese, edhe unë kështu mënyrë publikisht nga Federata e Kickboxit ju uroj suksese dhe për sukseset e arritura që i bënë në kampionatin botëror. Na kem njëjta ditë kem. Nuk e ka kickboxi tamam që ka teretmonin Federata e Judos. Po besojnë tamam na me këtë suksese, na do të imponohemi edhe ministrisë, edhe departamentit të sportit, edhe institucionet shtetit që do të mirën me ne më seriozisht, pak se edhe këtë ka brëm edhe mujna me kohë suksese në tamam. Ministri i sportit në dorëheqje Hajrullah Sheku sot e ka prit Istria Krasniqin edhe Laura Fazliun takim. A është takuar me medalistët e kickboxit? Po, e pash edhe unë, e pash në për mes medjave, po unë besoj që nesër mas nesër edhe ky ministri e ka parasysh edhe rezultatet e kickboxerave. Ne thash edhe më herët kemi marrë 6 medalje në Turqi, nuk na ka prit kërkosh, unë e kam dërguar edhe emailën dhe kum kërkuar që me taku bile sportistat. Se për mu nuk është interesant mu taku me ministrin. Është motiv për është motiv për sportistat edhe besoj edhe do me thonë që po interesohet shteti. Si ju ka prit askush, si ju ka përgëzuar askush? Ende jo, na jena këtu që disa ditë, 4-5 ditë i bënëm, tash besoj që edhe Ministria e Sportit do të na pret dhe do të përgëzon sportistat tonë me sukseset e arritura në këtë kohë botërore. A ka investime në infrastrukturë, në logjistik, në mjete, në krejt çka keni nevojë? Më të thonë drejtën, në nivelin e duhur. Më të thonë drejtën, këtij sporti. Na si federat nuk kena sponsor, po vetëm e kena institucionin ministrin ku mbështetim edhe ku na përkra për aktivitetet ndërkombëtare për kampionatet botërore evropiane këtu. Besojnë këtë vit dhe vitin e kaluar i kena pas fundin pak më të mirë se në vitet e kaluara, se pak e kena pas trajtimin më të mirë dhe na kanë trajtuar pak më mirë dhe besoj me çat trajtim tash po dihen edhe sukseset. Se nëse federat mujna me qu 50 vjet një kampionat botëror. Na 50 vjet nuk i kena krejt, po mujna me qu bile një 15 me pas të mirë kështë me marrë pjesë. Në para 2 vite në kampionatin ballkanik i kena pas 17 medale ku i kena marrë Malzi. Nuk o konë kjo rezultat i vogël. Dhe besoj të arrisë në këto venet e regionit, këta e kanë pas kickboxin ma zhvillum se na. Po të arrisë mi marrë 17 medale në kampionat ballkanik, kjo po do me thonë që na edhe Serbine këna të meru aty, kur këna qenë të pranishëm. Se ata e din që çfarë sportista është mund me dalë pe Kosovës dhe pe shtetit tonë. Kështu si kuriozitet Makolli, pse shqiptarët, kosovarët kanë më shumë aftësi, talent në sporte luftarake se sa në disa sporte të tjera. Jemi duke të tregu nivel ndoshta edhe në futboll e basketbol, po ajo që na shquan është niveli i sporteve luftarake. Po më thonë drejtën, na edhe si popull nuk jena shumë kolektiv. Na si individa, bezom se vetjaka jena shumë, po nuk bashkëpunojmë edhe me kolektiv. Bezom sportet kolektive, për që ata dhe s'mujnë me pas suksese. Se në futbol është t'i lunë janë një më të lejtar, ti mund është nashta një detësie në formë, mu më shef, mu rujt mos me vrapue, po në kickbox e në sportet individuale, ti je vetë aty do të me konë vetë më hus, ti me mundin tënë, aty do të mu ballafaqu me kundërshtarin. E në sportet kolektive dihet që ka pak dikush vrapo ma shumë, dikush ma pak, po besoj që në tarmën na do të me punue në aspektin edhe për trajnera, si për sportet kolektive, ashtu edhe për sportet individuale. Unë më thonë drejtën, për para e kom përcjell edhe basketbolin e futbolin, i kom përcjell, po
nuk është e arritën e ti me pru basketbolista pe gjithë kajt këtë për me marrë mjetet, sportistave tonë mësë mja ofru asë një kusht. E besoj mja ofru sportistave tonë atë kushte, besoj që ne s'do të na mungojnë sukseset në asë një sport. Makolli, të falenderoj shumë që ishe në Kompas sonte dhe na solle lajmin për këtë sukses të kickboxit. Faleminderit shumë që ma dha mundësinë për me shpalus rezultatet e Federatës Kickboxit Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë. Pikërisht në Budapest, ku ka rënë sukses kickboxerët kosovarë,